E pra të dashur miq, ja ku po takohemi këtë herë për të komentuar londrimin, debatin e tij me Benitën, edhe pse në fakt londrimi nuk ishte shumë i sinqert në mënyrën se si artikuloi gjën. Debati me Benitën erdhi në mbështetje të Elionës. Domethënë londrimi u prek nga fjalët që u thanë Elionës, sepse kanë qenë në verandë dhe që aty domethënë nisi debati i madh ku londrimi filloi që ta godet Benitën. Por gjithsesi, nëse do të kishim komentuar se cili është djali më strateg dhe cili është djali që vërtet po bën lojë në shtëpinë e Big Brotherit, le të themi një zëvendësues i gjestit, unë them që londrimi është dhe në fakt ishte e pritshme nga vllau i madh që të merr këtë vendim, sepse unë mendoj që tashmë Benita, Alba janë pole të kundërta të shtëpisë me Elionën, londrimin dhe banorët e tjerë. Dhe pikërisht ky ishte qëllimi që të ndahen polet, nuk prisja që do t'i nxjerrin nga shtëpia, sepse kështu funksionon loja e Big Brotherit. Alba do të kthehet shumë e qetë, por më pas domethënë do të nisin debatet edhe më të forta.